Vetëm pak muaj pas inaugurimit, një segment rreth 20 metra i rrugës rikonstruktuar në fshatin Usoj është shembur. Sipas raportimeve, rrëshqitja e asfaltit ka rrezikuar banesën e familjes Kamaj, pasi asfalti ka përfunduar në oborrin e shtëpisë së tyre. Rruga prej 1.5 kilometrash u rikonstruktua nga kompania Lazo SHPK, në kuadër të një kontrate me vlerë 65.553.600 lekë, rreth 655.000 euro me TVSH, të shpallur nga Bashkia Mallakastër. Me selinë e bishqethëm të Lushnjës, kompania zotrohet nga Aldi dhe Anea Lazi. Ndërkohë, e njëjta kompani në vitin 2024 u skualifikua për një periudhë 6 mujore nga marrja e kontratave shtetërore për shkak të mashtrimit. Kompania kishte mashtruar të paktën në 4 tendera, duke mos deklaruar gjobën nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. Sipas dëshmive të banorëve për mediat, rrëshqitja e dheut ka prekur një pjesë të konsiderueshme të segmentit rrugor. Fatmirësisht, në momentin e shembjes nuk ka pasur automjete në qarkullim dhe nuk janë raportuar dëme në banesa. Së fundmi në vend, disa nga asetet rrugore të sapo ndërtuara ose sapo inauguruara janë shembur, duke marrë me vete edhe miliona lekë të shqiptarëve. Në disa raste bëhet fjalë për investime të promovuara si strategjike dhe me kosto të konsiderueshme financiare, ndërsa problemet janë shfaqur brenda një periudhe relativisht të shkurtër pas përfundimit ose inaugurimit të punimeve. Shembjet, rrëshqitjet e dheut, amortizimi i shpejtë i asfaltit dhe mungesa e ndërhyrjeve të qëndrueshme për mirëmbajtje kanë ngritur shqetësime të vazhdueshme mbi cilësinë e punimeve, kontrollin teknik dhe përgjegjësitë institucionale në projektet infrastrukturore.